Aktori Ermal Mamaçi gjatë një interviste sqaroi përplasjen e tij që pati me aktoren Ema Andrea në një studio televizive. Mamaçi tha se ai nuk kishte qëllim të ofendonte aktorin në asnjë moment dhe se i kërkon ndjes nëse pa vedije e ka bërë këtë. Sa i përket frazës "mu prish gjiza", të cilën aktori e përdori në një video të postuar në mediat sociale duke adresuar portalet që thonin se Ermali u refuzua nga Ema Andrea, ai shpjegoi se është diçka që lidhet me pjesën time si komik, sepse është një gjë që më karakterizon. Nëse Ema është ndjerë ofenduar, megjithse ne u takua më pas, edhe u ndam shumë miqësisht, nëse është ndjerë ofenduar nga kjo fakt, nga kjo herezi që unë kam bërë, i kërkoj vërtet ndjes, sepse sinqerisht nuk mendoj që Ema ka nevojë për ndihmë. Kjo është pak por e sigurt. Për punën e gjizës, kjo është një gjë tjetër, lidhet me pjesën time si komik, sepse është një gjë që më karakterizon dhe nuk do doja ta lija pa e përmendur edhe këtë. Kjo pjesa që unë bëj vazhdimisht, nëse e keni vënë re, si të thuash, bëj një formë marketingu me humor edhe tregoj atë anën time humoristike që është shumë e fortë edhe nuk rri dot pa e bërë. Por edhe nga ana tjetër i kthej përgjigje njerëzve që u shqetësuan kaq shumë për refuzimin, sikur të kishte ndodhur ndonjë gjë. Do bjeri qeveria nëse s'do vi Ema. Kjo ishte për humor, u shpreh Ermal Mamaçi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.